Pyetja është shumë e drejtë dhe më lejoni që ta shpjegoj këtë gjë. Diferenca midis regjimeve autokrate si në Venezuelë, në Iran ose në vende të tjera të botës dhe veprimin e shtetit amerikan, sidomos në rastet kur evidentohet bashkëpunimi me kartelet e drogës edhe me krimin e organizuar, ka një diferencë nga Shqipëria që është një vend i NATO-s. Por veprime të tilla dhe deklarata e presidentit amerikan gjatë krishtlindjeve që veprimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk do të kufizohet në asnjë vend tjetër, në qoftë se ne faktojmë bashkëveprimin e regjimeve të tilla me krimin e organizuar që në një farë mënyre prekin interesat e shtetit amerikan. A jemi në një rast të tillë? Sigurisht. Evidentimi i fakteve të bashkëpunimit të regjimit të Ramës me kartelin Sinaloa, me pastrimin e paras, me dhënien e kazinove, me marrjen e një këshilltari rumun që kishte lidhje direkte të provuara me Sinaloa, por edhe me krimin e organizuar në gjithë Amerikën Latine, e vendos regjimin e Ramës në një pozicion tepër të vështirë. Kjo është e para. E dyta, duke qenë një vend i NATO-s, ky është një paralajmërim për të ngritur opozitën dhe popullin shqiptar për të mos lejuar veprimtari të regjimeve të tilla që prekin interesat jo vetëm të vendive të tyre, por edhe të gjithë perëndimit në një farë mënyre. Pra, kjo është diferenca midis regjimeve autokrate të ndara nga perëndimi, si Venezuela, Irani ose regjimet e tjera, dhe regjimeve të cilat janë prezente në hapësirat e influencës së perëndimore ose janë vende antar të NATO-s, Bashkimit Evropian, siç është Shqipëria. Pra, për vende të tilla nuk ka nevojë që të ndërhyet. Në radh të parë është një ndërgjegjësim i opinionit publik, një thirrje për opozitën dhe popullin për të marrë në dorë fatet e tyre. Nuk mund të lejoj Shqipëria që të bashkëpunojë me krimin e organizuar, që përfaqësues të Sinaloes të vënë në zyrën më të lartë të shtetit shqiptar dhe të marrin licenca ku të pastrojnë paratë me marrjen jo të një, po 2 kazinove, gjë që indirekt prek edhe interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, se këto para të cilat qarkullohen rikthehen në blerjen të drogave të tjera, të forta, të substancave të cilat kanë rrezikuar edhe popullin amerikan. Pra, me Maduron është vepruar njësoj si me Noriegën. Edhe Noriega ishte miku personal i ish presidentit George Hacker W. Bush, i cili bashkëpunonte në fillim, por pasaj u vetë kënaq, u bë një autokrat i cili ndjente pavarësi dhe mirej me drogë dhe përfundoi në burgjet amerikane për të dhënë llogari për gjithë të veprimtari. Maduro e ka këtë fund. Dhe ky fund do jetë për të gjithë autokratët e tjerë të cilët kanë vepruar në të njëjtën mënyrë dhe kujtojnë se do mbeten në pushtet duke krijuar disa aleanca edhe me përfaqësues të vendeve perëndimore që deri tani kanë justifikuar veprimtarinë e tyre në dëm të popullit shqiptar, siç është rasti i Shqipërisë. Edhe Maduro kishte një qelës sigurie, siç ishte Kolumbia. Kolumbia është një nga 3 shtetet më fuqishme të kontinentit të Amerikës Jugore. Është pikërisht Pedros, presidenti i cili ka kërkuar mbledhjen e menjëhershme të Këshillit të Sigurimit, duke quajtur si një sulm ndaj një shteti sovran, por të gjitha këto mendoj që janë marrëdhënie klienteliste të këtyre liderëve autokrat, aq më tepër që dihet që bashkëpunimi i tyre mund të jetë edhe në kanale të tjera të cilat nuk janë evidentuar përpara opinionit publik dhe nuk dihen lidhjet që kanë pasur midis këtyre 2 vendeve, po edhe organizatave kriminale që ekzistojnë në territoret e tyre.
Dhe si konkluzion, zoti Paruca, duhet të them që regjimet të tilla bëhen sigurisht nga bashkëpunimi me krimin e organizuar, gjë që tashmë për fatin e demokracisë në të gjithë vendet, duke patur një Shtetet Bashkuara të Amerikës të determinuar për të zhdukur lidhjet e politikës me krimin dhe me kartelet e drogës, është në favor të rivendosjes të atyre regjimeve demokratike kudo në botë. Ne shpresojmë që do dëgjohet si paralajmërim në shumë vende kjo që ndodhi në Caracas. Zoti Neshi, ju falenderoj shumë për këtë ndërhyrje të shpejtë menjëherë pas ngjarjeve të kësaj nate në Venezuela. Zoti Paruca, kjo është si revolucioni i Europës lindore me ekzekutimin e Ceaușescut. Kjo do t'i dredhi të gjithë autokratët, aq më tepër ata të cilët bashkëpunojnë hapur, të cilët e kanë kthyer vendin si Shqipëria në një platformë të prodhimit të drogës, por edhe të eksportimit, duke u bërë një nga vendet që rrezikon stabilitetin jo vetëm europian, por edhe të gjithë botës. Prandaj mendoj që kjo kamban alarmi është në dobi të vendosjes së demokracisë në Shqipëri, të marrjes në dorë të fateve të këtij vendi, dhe paralajmërimet nuk vinë vetëm me raketa dhe me helikopter, por vjen duke të kapur edhe lieutenantët e tu, zëvendës kryeministrat, ministrat e tjerë, duke i akuzuar për kontrabande, për droge, për korupcione, për gjitha, edhe këto janë sinjale që opinioni publik duhet i marri parasysh. Po e qartë, kush ka sy ta shikoj, ato që po ndodh sinjalet janë shumë të qarta. Thoni ju, zoti Neshi, ju falenderoj edhe një herë shumë për këtë bisedë. Faleminderit. Mirë, ne shkojmë në një hapësirë publicitare tani.